Sot ke një lloj hegemonie kulturore e cila në një farë mënyre të përcakton dhe të promovon një lloj feminizmi pak më liberal, atë që Claudia quan e majta e shampanjës. Dhe promovimi i kësaj lloj forme të feminizmit të lë jashtë debatit atë analizën më strukturore dhe pak më thelbësore të feminizmit. Në parathënë që kam përgatitur për Olgën, e kam quajtur rrugtimin drejt zbulimit të saj si një farë gjuetie fantazmash, dhe është interesante se sa para se të kalojmë tek fantazma, është e nevojshme të flasim për shtëpinë në cilën ndodhen këto fantazma. Historia jonë ose shtëpia në cilën ndodhet fantazma është në një historiografi thellësisht politike, edhe mashkullore, shkruar nga burrat dhe për burrat, dhe burrat cilët janë kryesisht patriark kulturës ose të politikës, janë kryesisht nga klasat sunduese të vendit, dhe ku hapësira për figurën femërore është pothuajse inekzistente. Do flasim për një personazh shumë interesant që në fakt nuk e njihja, e kam njohur përmes librit tuaj, është Olga Plumbi. Në qoftë se mund të referohemi si feministja e parë, aktivistja e parë e feminizmit në Shqipëri, dhe duhet ju pyes fillimisht kur hasët për herë të parë në shkrimet e saj dhe në punën e saj, cilat ishin pritshmëritë tuaja për figurën e Olgës dhe kohën në të cilën shkruante, dhe a pati diçka që doli në një farë mënyrë jashtë pritshmërive? Unë Olgën e njihja fillimisht si një aktiviste antifashiste, edhe ja njihja shumë pak, ose për të thënë as pak, njësoj si ti, mendimin e saj kritike dhe intelektual, por kur Klodi më dha shkrimet që duhet t'i redaktoja, mendova fillimisht se do njihesha me një figurë historike pak më klasike, le të themi, që të fliste për një kontekst të caktuar historike dhe kulturor, pikërisht atë të viteve 30, kur ajo nisi fillimisht të shkruante. Ndoshta unë nisa për këtë gjë edhe bazuar te konteksti europian dhe shqiptar, që në ato vite feminizmi akoma trajtohej kryesisht nga një shtresë e caktuar shoqërore, kryesisht mund të ishte aristokracia, le të themi, që mund të fliste për feminizmin, dhe fillimisht kisha këtë ide, por duke lexuar shkrimet e Olgës, fillova të kuptoj që ajo fliste për një feminizëm komplet ndryshe dhe komplet tjetër, madje ajo personalisht vetë i bënte kritik këtij lloj feminizmi, i cili ishte pak më liberal, pak më elitist në një farë mënyrë. Ajo i quante shpeshherë tendenca oksidentaliste të feminizmit, dhe përmes shkrimeve të saj u njoha me një feminizëm shumë më shoqëror edhe më të majt, le të themi, që i shkon pak më në thelb problemit, edhe merret edhe me problemet strukturore. Pra në një farë mënyre nuk e quan të veçuar feminizmin nga aspektet të tjera shoqërore, historike apo politike, por duke folur për feminizmin, ajo flet gjithashtu për pabarazitë ekonomike, flet për varfërinë, për një gjendje pak më të përgjithshme, le të themi. Kështu që kjo besoj se i kaloi pritshmëritë e mia. Fillimisht për Olga Plumbin kam dëgjuar shprehje ose fjalë ose përmendje të emrit të saj, kryesisht nga personazh ose njerëz me pushtet në ato momentet e tyre të ekzibicionizmit ideologjik, domethënë për një ekzibicionizmi i cilin edhe e kanë tradhtuar në fund ditës, dhe e kam dëgjuar të përmendet vetëm si emër në 2-3 raste nga gra të pushtetit, nga vetë kryeministri, për shembull, i cili ka pas botuar edhe një thënie të saj ekstravagante. Sigurisht, pastaj e kam dëgjuar të përmendet për Ciptazi në për intervista të ndryshme, por nuk ka patur absolutisht asgjë thelbësore, qoftë në rrjetet sociale, qoftë në këtë literaturën e aksesueshme më mos leti, dhe ka qenë vërtet një habi edhe një zbulim fantastik, rastësi fantastike njohja me Olga Plumbin. Në parathënë që kam përgatitur për Olga,
Olgën e kam quajtur rrugtimin drejt zbulimit të saj si një farë gjuetie fantazmash, dhe është interesante se sa para se të kalojmë tek fantazma, është e nevojshme të flasim për shtëpinë në cilin ndodhen këto fantazma, dhe unë jam autodidakt, nuk jam në përgatitjen profesionale historian, por jam i apasionuar pas historisë, dhe kam vënë re se si historia jonë ose shtëpia në cilën ndodhet fantazma është një historiografi thellësisht politike, edhe mashkullore, shkruar nga burrat dhe për burrat, dhe burrat cilët janë kryesisht patriark kulturës ose të politikës, janë kryesisht nga klasat sunduese të vendit, dhe ku hapësira për figurën femërore është pothuajse inekzistente, jo vetëm për figurën femërore dhe çështjet e saj, por edhe për zërat e tjerë mashkullor, domethënë cilët lihen në hije në këtë historiografinë tonë politike dhe shtetiste, nëse mund ta themi. E dyta, po të rrëmojmë edhe më tej, do të shohim se në traditën tonë letrare, deri në vitin 1920, ku me rikonstituimin e shtetit modern shqiptar fillojnë të nxjerrin masivisht edhe gazetat, krijohen edhe shoqëri grash të ndryshme. Shohim se si çështjet femërore, trajtimi i çështjeve femërore përmes artit të shkruarit në një shoqëri kryesisht orale, të traditës gojore dhe thellësisht konservatore, është ekskluzivitet i burrave. Për shembull, më ka bërë habit që në 9 vjeçare, se si 14 vjeç të ëndër është autor Qajupi, tek Sigurisha Djalë është autor Hakis Tremilli, madje edhe Bardhat e Malit ka për autor një personazh shumë famshëm të pushtetit si Pashkovasa dhe Ridlindas, por që nuk shihet kjo historia tjetër alternative. Më ka bërë habi për shembull gjatë leximeve të vogla historike se si roli i gruas përgjatë pavarësisë, që nga rilindja kombëtare, përgjatë pavarësisë edhe pas pavarësisë, është i ngujuar, domethënë brenda Marigopolsja, për shembull, që është një personazh shumë interesant, është i ngujuar vetëm edhe njihet masivisht edhe sot vetëm si qëndistarja e flamurit kombëtar, ndërkohë që ne kemi raste të tjera si për shembull Modra Çiriazi, të cilat kanë qenë shumë me aktivitetin e tyre, kanë qenë shumë vendimtare në përcaktimin edhe fateve kombëtare të Shqipërisë, kanë marrë pjesë në Kongresin e Manastirit 1805, kanë marrë pjesë në konferencën e Parisit të paqes 1919, kanë qenë ndër gratë e vetme si përfaqësuese në këto evente të mëdha kombëtare edhe ndërkombëtare, dhe ato nuk shfaqen absolutisht as kurkund. Kemi edhe pjesëmarrjen e gruas në luftën për shembull kaçake, e cila prapë është lënë jashtë kësaj historiografisë së madhe politike edhe ekskluzivisht mashkullore. Sa përket fantazmës, Olga Plumbit, realisht rruga ka qenë sa e vështirë, ka qenë edhe aq e lehtë në fund ditës. Thjesht këtu kanë mungu referencat kryesore ose elementare, qoftë i profil në Wikipedia, qoftë një dhënë se ku ekzistojnë, ku mund t'i gjenden shkrimet e saj, qoftë trajtim pak më të gjerë të ideve të tyre, ato janë thjesht përmend si emra dhe janë lënë aty. Dhe sigurisht për mua është një nga zërat femëror më të jashtëzakonshëm, qoftë kritikës edhe publicistikës, qoftë edhe të historisë së mendimit, domethënë politik shqiptar. Po, nga se mendon se vjen kjo harres ose lëndje mënjanë, është thjesht çështje fakti që ajo është grua dhe historia është shkruar kryesisht nga burrat, apo janë shumë ndonjë gjë më të qëllimshme? Është edhe kjo, domethënë, është edhe tradita jonë shkrimore është traditë ekskluzivisht mashkullore e burrave, edhe tradita orale po ta dëgjosh që thuhet se është tagër i grave, në fakt është ripërsëritje ose riprodhim artistik i normave kulturore dhe i tradicionalizmit. Gruaja është totalisht në pozitën duke qarë, po është edhe në fakt një farë harrese e qëllimshme ose jo, ose edhe shprehje degradimit kulturor, institucional në vendin tonë. Edhe është interesante të shohësh për shembull edhe përgjatë socializmit, periudhës së socializmit, po shikoja dje edhe një antologji të përgatitur për gruan, sërish shohim se si këta janë lënë anash, qoftë Plumbi, qoftë edhe shumë gra, sepse Olga Plumbi është i përket edhe i traditë, nuk është
shumë emër i vetmuar, siç mund të qenë Motra Çiriazi, Urani Rumbo, edhe personazhe të tjerë, Marigo Pozio, edhe personazhe të tjerë të mëvonshëm, është edhe shprehje i gjeneratos, kjo është Mila Gjokoreci, është Selvigje Broja, Ciu, janë shumë gra të tjera të cilët janë revizionuar qoftë gjatë periudhës socializmit dhe janë lënë edhe totalisht në harresë gjatë periudhës së demokracisë. Duket sikur një farë ajo që na ka shtyrë edhe mua dhe Arielen për të marrë në këtë drejtim me eksperimentimin dhe me studimin e figurave, tillë është edhe i farë nevoje identitare për të pas përgatësi, për të pas trashëgimi dhe e majta në Shqipëri, e cila është ngujuar midis këtij stalinizmit shtetëror, të drujt burokratik, i cili është një farë devijimi djathtas brenda smajtës edhe socialistëve të Shampanjës sot. Ndërkohë si ne si një gjenerat e re, domethënë aktivistësh, njerëzish që janë të interesuar me leximin, po përpiqemi të luftojmë edhe kundër kësaj djerrinës kulturore, edhe mendojmë se e majta në Shqipëri ka trashëgimi intelektuale të jashtëzakonshme, jo vetëm gra edhe zëra femëror të shtuar, por kemi edhe shumë pafund zëra të tjerë maskullor brenda smajtës edhe tendencave progresiste ideologjike në Shqipëri. Gjatë kohës që lexoja artikujt e Olgës të përmbledhura në libër, ajo tingëllon shumë e artikuluar në mendimin e saj dhe shumë e qartë. Ndonjëherë është shumë më e qartë se sa argumentet apo mendimet publike sot. Dhe nuk e di, mendoni që kjo qartësi vinte nga bindjet e saj apo nga mungesa e një diskursi kritik që do ta detyronte pastaj të kalonte në një lloj vetmbrojtjeje, nëse ajo do përballej me një lloj kritike? Janë të dyja, po besoj se më shumë është për shkak të bindjeve që ajo kishte, sepse pavarësisht se ajo nuk ishte një diskurs kritik përballë, ajo nuk vendosej në pozita mbrojtëse, por përkundrazi ajo e thellonte mendimin e saj dhe jepte ide shumë progresiste. Në një farë mënyre krijonte edhe fliste për gjëra për ide të reja, të cilat shpeshherë mund të konsideroheshin edhe të pasbatueshme për kohën. Për shembull, ajo i bënte kritik për shembull kodit civil të vitit 1929, sepse ajo besonte që ky kod dhe ato ligje të cilat ishin shkruar për ato gra as nuk njiheshin prej tyre, as ato nuk e dinin në një farë mënyre që i gëzonin këto të drejta. Prandaj mendoj se bindjet e saj kanë qenë vërtet shumë të forta. Për shembull, ajo fliste edhe për koncepte që sot mund të konsiderohen edhe më shumë moderne. Për shembull, kur ne sot edhe në ligjin e barazisë gjinore të fundit në Shqipëri është diskutuar për punën e papaguar të shtëpisë së grave, duket sikur ky është një koncept modern, ndërkohë që Olga fliste dhe shkruante që në ato vite për këtë gjë, ajo quante puna e dashurisë, kështu që në një farë mënyrë ishte shumë më përparimtare me idetë që ajo kishte. Po doja të përmendja edhe vetëm diçka kur ti the që ndoshta atëherë mendimi ishte pak më i qartë apo pak më i artikuluar krahasimisht me sot. Mendoj se sot ka më shumë hapësira veprimi dhe ka më shumë zëra në një farë mënyre që mund të flasin për çështje feministe, sepse nuk mund ta mohojmë, ajo fliste në një shpeshherë detyrohej që të shkruante edhe me pseudonime në shkrimet e veta. Por qartësia e saj vinte në një farë mënyre sepse artikujt ishin të shkruar, kurse sot ndodhemi në një kontekst dhe ku opinioni publik mund të ketë në një farë mënyre shumë mbi ngopje të shkrimeve edhe përmes thjesht një statusi në rrjetet sociale, ti mund të japësh një qendrim kritik për çështje të caktuara apo mendime të caktuara. Ashtu siç sot duhet përmendur që është ajo që tha Klodi, që sot ke një lloj hegemonie kulturore e cila në një farë mënyre të përcakton dhe të promovon një lloj feminizmi pak më liberal, atë që Klodi e quan e majta e shampanjës të themi, dhe promovimi i këtyre
i kësaj lloj forme të feminizmit ty të lë jashtë debatit edhe ta lë në një farë mënyrë një lloj paqartësie të lë jashtë debatit atë analizën më strukturore dhe pak më thelbësore të feminizmit. Është interesante për ta pasë se si Olga Plumi ka jetuar në një kontekst ku, domethënë, me qëra tema feministe, kuptimi çështja e gruas, përveçse ishte kthyer në një farë fush beteje ku përvijoshen edhe këto ndarjet ideologjike mes konservatorëve edhe progresistëve, domethënë në një anë, duke qenë se po ka shkruar në kohën e monarkisë, ku çështjen e gruas u përpoq shtetit ta monopolizonte dhe ta paternalizonte vazhdimisht, qoftë me Kodin Civil 1929, i cili shkaktoi edhe shumë protesta për shkak se shteti u merrte tagrin gjykatave fetare që kishin vendosur gjëra të kohë për çështjen e familjes, çështjen e martesës, edhe shumë çështje tjera për të çështjet të rrafshit civil. Jetoi edhe një kohë për shembull kur 1937 prap shteti monarkist shfuqizon mbajtjen e shamis për gruan muslimane. Kemi për shembull edhe 1925-ën shohim se si shteti, domethënë shteti i ri modern shqiptar fillon edhe e mbron grua, në kuptimin ndalon martesat që në fëmijëri të hershme. Pra çështja e gruas u monopolizua nga shteti, domethënë u bë çështje shtetërore. Madje po të shohim se si Olga Plumbi si figurë zhvillohet edhe në konflikt edhe në kontradikt edhe me ta shqyrtuarin feminizëm të djathtë, që në vitin 1920 ku nisi edhe shteti modern shqiptar, shohim që të lindin masivisht organizatat e para të grave. Kemi një farë shpërtimi të shoqërisë civile. Dhe është një periudhë interesante, është periudha ku hidhen themelët e shtetit të ri. Dhe mund gjesh për shembull diskutimet edhe qoftë parlamentare, edhe ligjet që vendosen. Dhe në këtë kuptim Olga Plumbi si zë kritik femëror është ngritur në replik edhe me këtë feminizmin e djathtë të shtetit. Që pas 1929-s është shumë interesante kur Kodi Civil i jep gruas drejtën e divorcit. Organizatat e para të mëdhaja, revistat e para janë revistat krijuara nga vetë monarkia ose vetë nga motrat e mbretit. Shumica e atyre që shkruanin në këto revista ishin burra, i pjesë e tyre gratë vazhdonin të shkruanin sërish me pseudonime, dhe në këtë kuptim, në këtë pikë duhet parë edhe duhet vlerësuar edhe Olga Plumbi. Në kuptim jo vetëm si një zë feminist, jo vetëm si një zë gruaje, po edhe si një zë feministe dhe gruaje që përvajson një farë botkuptimi të majt në kundërvënie me këtë këtë retorikën qoftë klerikaliste, qoftë konservatore, qoftë paternalizuese të këtij elementit mashkullor, domethënë në publicistik. Pra përfshirja e saj në botën intelektuale ishte i përfshirje e cila domethënë kërkonte shumë guxim intelektual në fund ditës. Klodi, në fakt, do të pyes, a e dim kur është pikërisht momenti i parë që ajo fillon të përfshihet, domethënë të shkruaj dhe të jetë aktive për çështjen e feminizmit, se jam kurioz dhe për anën historike, domethënë në çfarë moshe ishte, në çfarë periudhe të jetës. Mendoj se një nga humbjet më të mëdha, domethënë Olga ka vdekur në 1984, 6 vite para se të vinte pluralizmi, edhe mendoj se një nga humbjet më të mëdha që mund të ketë pas qoftë mendimi politik shqiptar, po edhe mendimi politik feminist ose kujtesa e gruas në Shqipëri, është fakti që Olga nuk ka pas mundësi për të rrëfyer. Ajo ka lind 1895-ën nëpërmet në 1913-ën kur nisën edhe luftrat e para ballkanike dhe përmet ishte i vatër e madhe lufta, ajo ka qenë 18 vjeçare. Mendoj se e ka pa qoftë këtë dhunën pastrimin etnik, djegjen e fshatrave të jugut nga grekët, domethënë, mendoj ka pa edhe dhunën ideologjike të konvertimit, domethënë, për shkak se ishte edhe pjesë e një areali ortodoks, ku influencat ishin shumë të ashpra dhe të forta, influencat helenistike, ndërkohë që domethënë kjo edhe gjithë familja e saj, gjithë rrethi i saj kanë qenë domethënë kanë pas prirje tekstuara patriotike. Dhe mendoj se nëse Olga demokracia do e zinte gjallë, domethënë, do kishte rrëfime shumë interesante. Masanej pa edhe luftën e parë botërore, fundin e luftës parë botërore,
botrore në 1920-ën, linjën e shtetit modern shqiptar, ka pa për shembull edhe revolucionin e qershorit, që ka qenë një mosh madhore, ka pa dhe shtypjen e revolucionit të qershorit, instalimin e monarkisë, ka shkuj gjatë monarkisë, ka pa fundin e monarkisë, fillimin e fashizmit, rënien e fashizmit, përfshirjen kundër nazistëve gjerman, koha ku ajo përfshi edhe në 1943 edhe aktivisht në luftë, ardhjen e stalinizmit, çlirimin, ngritjet dhe uljet, mendoj se gjithë jeta e saj është i farë kalendar ose enciklopedik, ku ajo mund të zbërthente, besoj si dëshmitare, shumë ngjarje dhe ndodhi historike. Problemi është që kur e nxorëm edhe librin, ndjem një farë mërzie ose pikëllimi duke pas parasysh se kjo ka qenë intelekti i saj, përgatitja e saj intelektuale, bagazhi i saj ka qenë jashtëzakonisht shumë i lartë dhe i është ndaluar rritja në fund të ditës. Të mërzit fakti i potencialit të shuar të Olga Plumit, pavarësisht se nuk u persekutu me burg, u mënjanua, u la pa punë, punoi pastaj në bibliotekën kombëtare, nga mbesa e vet dëgjova se ka qenë edhe drejtoresh e bibliotekës kombëtare. Dhe këtë gjë që e bëm ne, unë dhe Ariela, në këtë kuptim me totalisht mënyrë vullnetare, spontane, duhet ta kishte bërë spaku biblioteka kombëtare, cilës ajo ka shërbyer për një jetë të tërë. Këtë kuptim harresën e shkakton edhe degradimi institucional i qëllimshëm ose jo. Dhe një nga humbjet më të mëdha të saj është që nuk pat mundësi të shprehej, tashimin edhe rritjen e saj intelektuale pas viteve 40, pas çlirimit, qoftë edhe të shprehej në demokraci me kujtim ose memuare, siç ka lënë për shembull Selfiqe Broja Ciu, ka lënë dëshminë e parë të një gruaje të burgosur politike gjatë periudhës së fashizmit. Megjithatë të dhënat për këtë mungojnë janë të pakta, mund të krijojmë një lloj ideje se çfarë temperamenti ndoshta ka patur, si ka qenë ajo në jetën e përditshme, qoftë edhe nisur nga shkrimet e saj ose ndoshta nga ato pak shkrime që mund të ketë nga bashkëkohës të saj që kanë shkruar në të njëjtën kohë me të. Në fakt ekziston vetëm një monografi. Klodja ka përmendur në parathënie, ekziston vetëm një monografi e Stilian Adhamit, që është Olga Plumbi, personalitete e gruas shqiptare, i cili flet në një farë mënyrë pak për jetën e saj, që ka qenë fëmia e një familjeje intelektuale, babai i saj ka qenë mjek, që më pas ajo shkon për të studiuar në Athinë, që rikthehet sërish në Shqipëri, martohet me Pirro Plumbin, të cilin e humb shumë herët për shkak të një epidemie siç ishte ajo e tuberkulozit, kështu që me humbjen e bashkëshortit të saj, mund të kuptojmë që ishte një grua e guximshme, sepse ajo vendos që të largohet dhe të shkoj në Korçë, po sërish edhe te kjo monografi ajo trajtohet sërish si bia e dikujt, si gruaja e dikujt, pra në një farë mënyrë nuk trajtohet në mënyrë të pavarur apo si diçka që ajo vet e ka ndërtuar, le të themi, edhe e ka zhvilluar veten e saj, edhe fotografi apo të saj ka shumë pak. Ka shumë pak. Klodit e parathënia e përshkruan si një grua me një buzëqeshje pahare edhe me sy melankolik, por besoj se përmes shkrimeve të saj kuptojmë që mund të ketë pasur, të paktën mua më ka lënë përshtypjen që mund të ketë qenë një grua e vetë përmbajtur, e pjekur normalisht, por pa harruar, çfarë mua më ka pëlqyer më shumë është që ajo nuk e ka humbur asnjëherë këtë sensin e drejtësisë apo këtë ndjeshmërinë sociale, që për mua është shumë e rëndësishme dhe besoj se kjo ka qenë pjesë e temperamentit të saj. Nuk e di nëse bashkëkohësit mund të kenë shkruar diçka për te i kësaj. Jo, nuk ka shumë shënime për të, ama ne mund ta shohim se çfarë njeriu ishte nga vendimet që ka marrë në jetë, cilën e përmendi edhe
Ariela, do të thonë vendosja e saj në një qytet të madh të jugut, pastaj kalimi në Tiranë, mbetje vejush shumë e re, po nuk zgjodhi për shembull që të pavarësisht se atëherë ashtu ja i impononte konteksti për mu ripërfshi një martesë tjetër, sepse gruaja jashtë një martese konsiderohej si një krijesë shumë e çuditshme. Krijohet edhe sot, do të thonë, jo vetëm aso kohë. Pastaj guximi i saj, realisht gratë janë shumë friksuar në vitet 20-30 tek shkruajnë për gazeta, shkruajnë gjithkohës me pseudonime, dhe kjo është një vështirësi tjetër prej gjuetari fantazmash, që të gjesh se kush emër qëndron pas asaj, ose bëjnë punë të panjohur, në kuptimin që janë redaktore, shkruajnë artikuj në emër të gazetës, por nuk ju njihet fare puna e tyre. Pastaj kemi faktin se ajo u përfshi në luftën antifashiste nacional çlirimtare në 1943, kur lufta ishte në kulmin e saj, botë themeluese e organizatës të grave të bashkuara antifashiste. Pastaj e shohim duke u ngrit nëpër kongrese, nëpër struktura edhe më të mëdha të luftës, deri në Këshillin antifashist nacional çlirimtar, dhe këtë nuk mund të themi se ishte i katapultim, siç ndodh sot me këto që në kuadër të kuotave gjinore katapultojnë, po ishte i grua e cila kishte një karrierë gjatë qoftë pedagogjike, ka qenë arsimtare në kolegjin American Kennedy në Korç, edhe ky ishte një gjimnaz ose një shkollë pedagogjike shumë elitare për kohën, dhe kjo tregon edhe për përgatitjen e saj profesionale si grua. Pastaj e shohim duke replikuar nëpër gazeta, e shohim duke marrë pjesë në luftë, dhe nuk mund të themi se ka qenë e katapultuar, por për shkak të realisht të rezonimit që kishte ajo në publik. Për shembull, në kujtimet të vesë të diktatorit të mëvonshme përgjatë demokracisë, e përmend Olga Plumbin, e përmend Mila Gjokorecin si pjesëmarrëse në rrethet aty, natyrisht jo me atë intensitetin që kanë për shembull gjimnazistët, vajzat e gjimnazëve, të cilët u përfshin masivisht në luftë, por i përmendin aty si prezente në këto rrethet antifashiste edhe të rezistencës. Kjo tregon realisht ka marrë pjesë në luftë së bashku një detaj tjetër me të birin, ashtu si Mila Gjokoreci, e cila është një personazh i jashtëzakonshëm, edhe ajo ka lënë disa shkrime, po përpiqemi të gjejmë shkrime tjera, po përpiqemi të gjejmë foto, sepse nuk ka. Është një problem shumë i madh. Në këtë pikë Olga Plumbi është nga fantazmat më të lehta. Tek tjerët mbeso mungojnë foto, mungojnë dhëna elementare për shkrim sado i vogël edhe i thukët mbi jetën e saj. Dhe në këtë kuptim e shohim Olgën si që kemi thënë edhe në parathonje, si brezi i tretë i grave të angazhuara militante, edhe si në kulmin qoftë të përvajsimit politik të gruas, qoftë mendimit intelektual dhe politik të gruas së aso koshme. Dy shkrimet e saj, për shembull, mbi pjesëmarrjen e gruas në pushtet, edhe rreth drejtave të gruas, e shohim duke bërë edhe i histori të Shqipërisë, është mbase personazhi i parë që bën histori të gruas shqiptare në një perspektivë gjinore, edhe në raport me ngjarjet e mëdha historike në këtë vend. Vim pak të ky momenti, domethënë në 1945, në fund i luftës së dytë botërore, ajo zgjidhet deputete në parlamentin e kohës dhe është e dyta më e votuara, mos gaboj. Jo, është nga dy gratë që marrin pjesë si kandidatë, është kjo dhe Liri Gega, është por e para më e votuar, madje është edhe më e votuar se sa vetë Enver Hoxha. Mund të themi se ishte një zonë pak më të madhe elektorale, është aritmetike. Domethënë kjo, por ishte një më shumë vota në Tiranën e kohës, në organizimin e zgjedhjeve. E shohim edhe në festat e para të fundvitit, dhe shpjegon shumë bukur edhe Kadareja këtë festat e para të çlirimit. E shohim edhe në prani kanë bjetuar foton prani të oficerëve anglez, akoma pa u bë kjo ndarja edhe madhe ose rrështimi i madh.
por aty ndërpritet pastaj gjithçka, shkarkohet nga fronti, nga si kryetare e frontit antifashist të gruas, për shkak se nuk ishte antare e Partisë Komuniste, zëvendësohet nga zëvendësja e saj që është e veja e diktatorit, dhe aty thjesht zhduket, heshtohet si kjo, si Mila Gjokoreci, si Selviqe Broja, po edhe si shumë element tjerë të majt, zëra mashkullor, për shembull Zef Mana, Sejfullah Maleshova, Petro Marko, e shumë të tjerë. Ka ndërsa vite pa punë, si pas Liliana Adamit, ka punu në bibliotekën kombëtare më vonë, pastaj ka dalë në pension, partia kujtohet shumë vonë, fund viteve 70, më thënë për ekzistencën e kësaj, bën një dy ceremoni qoftë të ditëlindjes, qoftë të vdekjes, një organizime publike, sigurisht jo falas, i kërkojnë në këmbim deklarata mbështetje për progresin që ka arritur gruaja shqiptare gjatë socializmit, i progresin e nuk mund ta mohojmë, se ka pas realisht progres, do me thënë edhe çlirim të gruas, daljen e saj masivisht në rrafshin publik, në rrafshin e punës, në rrafshin e shkollës, në rrafshin e skenës kulturore, do më duke shumë e padrejt, themi sigur s'ka pas asnjë progres ose çlirim, qoftë të pjesshëm të gruas, ama politikisht, pavarësisht se edhe për ironi të fatit historik gjatë socializmit, gruaja fitoi edhe drejtën politike, zgjedhjes edhe të zgjedhurit, sepse gjatë monarkisë nuk ishte absolutisht, gjatë shtetit parë modern shqiptar në 1920-ën e shohim drejtën e votës, vetëm si e drejtës ekskluzivisht mashkullore, sado që gruas që një drejt mbi pronën, shohim diskutime në 1923-shin mbi nëse duhet lejohen gratë të votojnë nëse jo, kemi Hil Mosi në njërën anë, si përfaqësues të krau liberal, të majt, progresist, do me thonë qytetar, kemi edhe në anën tjetër edhe Visarion Gjuvanin, Peshkop, dhe në fund bjet dakord që gruaja duhet të gëzoj barazin, do me thonë, është një qenie që lind me drejta, por është e parakoshme sepse analfabetizmi i saj është masiv, gjë që mund të jetë justifikim nga ana e tyre. Pse duket sikur dhe sot, domethënë, mbasi ka kaluar kaq shumë kohë, kur njerëzit dëgjojnë fjalën feminizëm, duket sikur ju ndizet diçka, domethënë sikur shqetësohen menjëherë. Besoj se sot feminizmi shqetëson akoma sepse shpeshherë trajtohet sikur është një konflikt midis një grupi shoqëror dhe një grupi tjetër, pa marrë parasysh që ky proces, ndryshimi, emancipimi, progresi ka nevojë për kohë dhe patjetër që duhet marrë edhe parasysh edhe konteksti social në cilin hidhen të gjitha këto ide. Sistemi ku ne jetojmë, apo struktura në një farë mënyre ekonomike në cilën ne jetojmë, ky lloj sistemi pak më neoliberal, le të themi, ka zhbër disa shërbime shumë të rëndësishme dhe esenciale, siç mund të jetë arsimi, strehimi, transporti, shëndetësia, dhe kjo në një farë mënyre ka krijuar tek njerëzit këtë lloj pasigurie të vazhdueshme dhe i ka bërë që të zhvendosen drejt ides që ne kemi nevojë që ta mbajmë familjen bërtham afër, sepse duke qenë se ty nuk t'i ofron shteti të gjitha këto shërbime, atëherë ti duhet t'i marrësh përmes familjes, dhe kjo për shembull ka sjellë që sot ke fëmijë që kujdesen për prindrit e tyre pensionistë, sepse pensioni është i pamjaftueshëm, apo ke gratë të cilat qëndrojnë në shtëpi të papuna, sepse në një farë mënyre ato duhet që të kryen të gjitha këto punët shtëpiake. Nëse ne do të ekzistojmë, domethënë do të kishim një shoqëri pak më normale dhe të gjitha këto shërbime do të ishin të mjaftueshme, pra nuk do të kishim në një farë mënyre nevojë që gratë të qëndronin në shtëpi dhe domethënë ta humnin në një farë mënyre dhe ato pak progres që ne mund ta kemi arritur deri sot, sepse sot grave ju kërkohet edhe që të dalin në tregun e punës, pra në një treg që për fatin ton të keq shpeshherë mund të jetë edhe gratë mund të jenë të keq paguara, mund të punojnë në të zezë, po nga ana tjetër ju kërkohet tashmë që të kryejnë sërish edhe këtë kujdesin në shtëpi. Kështu që besoj se jemi në një farë sfide pak të re dhe mendoj që ajo
të cilës ne duhet që ti kushtojmë më shumë vëmendje është pikërisht kjo që të trajtojmë një lloj feminizmi i cili do të përqendrohet më shumë tek shumica e popullsisë, pra tek jo vetëm tek një pjesë, tek një elitë e caktuar, tek një pakicë e grave të cilat mund të kenë mund të gëzojnë tashmë këto privilegje, por tek gratë të cilat në përditshmërinë e tyre janë përballë një realiteti shumë më dinamik, pra të përqendrohemi tek gruaja punëtore, tek gruaja emigrante apo tek grupe të tjera të marginalizuara dhe në këtë mënyrë besoj se feminizmi nuk e di, mbase shqetëson më pak edhe frymëzon edhe përfshin pak më shumë grupe shoqërore në këtë betejë të përbashkët. Mbas gjithë kësaj pune që keni bërë për librin, mendoni që sot jetojmë në të ardhmen që Olga imagjinonte në ato vite apo vazhdojmë ta shmangim në një farë mënyrë? Unë mendoj se ne vazhdojmë të jetojmë në tashmen në cilën Olga jeton, apo ta shohësh Shqipërinë sot 100 vite më vonë, shohim se si ripërsëriten të njëjtat realitete sociale, të njëjtat stereotipe, disa nga çështjet kryesore në tematika të cilat trajton Olga vazhdojnë të mbeten edhe sot, tema aktuale, tema të diskutueshme, shumë fenomene të tjera, domethënë të cilat ajo i diskuton, i vazhdojnë ti shohim edhe në ditët e sotme. Ka shumë tema të cilat Olga ishinte atëherë dhe ne madje në një farë mënyrë unë mendoja se ajo ishte më duk në një farë mënyrë shumë e parakohshme për atë se çfarë thoshte, ama për shembull kjo ideja që thash për punën e papaguar apo për çështjen e pensioneve, për shembull ajo besonte se duhet të kishte një sistem publik të pensioneve në mënyrë që gratë të mos ishin të pasigurta edhe nëse ato divorcoheshin prej partnerëve të tyre apo bashkëshortet e tyre mund të vdisnin. Kështu që ajo i jepte shumë rëndësi asaj që unë përmenda edhe pak më herët, pra një lloj shteti social i cili do t'i paraprinte dhe do t'i lehtësonte jetën edhe grave dhe nuk do t'i vendoste ato në një farë mënyrë në këtë konfliktin me palën tjetër. Shumë faleminderit. Faleminderit. Ky podcast mbështetet nga Abi Bank.